Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj që kjo ditë t'ju sjell në çdo hap mbarsi. Vetëm pasioni dhe përkushtimi japin kontribute të vyera dhe frymëzuese. Të jesh mësues do të thotë të ndërtosh histori, suksesi me nxënësit, por të jesh muzikant, instrumentist, do të thotë veprimtari dhe studim pafund në instrument. Në këto dyshina është jeta profesionale e të ftuarit tim. Agron Grami, një mësues i përkushtuar dhe një instrumentist i klarinetës, i cili ka një veprimtari të mrekullueshme në jetën artistike dhe kulturore, por kryesisht shkolla e muzikës, nxënësit, sektori i fjatit dhe i tunxhit ku ai ishte përgjegjës, janë fushat ku ai çdo ditë derdh pasionin dhe përkushtimin e tij me nxënësit. Ndërkohë që veprimtaritë të tjera që lidhen me orkestrën frymore të qytetit, me korin polifonik Prend Jakova, e rrisin për masën dhe personalitetin e tij artistik. Ai është autor i 2 librave, pedagogjik në fushën e folklorit dhe në fushën e instrumentit të klarinetës, të cilat plotësojnë jo vetë njohuritë e tij të thelluara në këto fusha dhe lëndë që ai i jep në shkollën artistike Prend Jakova, por dhe përkushtimin e tij ndaj nxënësve. I ftuari im, Agron Grami, në Mirëmëngjes Shkodër. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për që ju kam në studio. Unë vetëm pak thash në prezantimin tuaj, por besoj se biseda do të na hap shumë rrugë dhe rrugëza në të cilat jeta juaj kalon në paralele shumë të këndshme artistike dhe përkushtimi. Është një aktivitet i shumanshëm apo jo? Besoj se ky bashkëveprim është mjaft sfidues, por edhe i dhënës për një artist dhe për një mësues. Ju falenderoj për ftesën, mirë se u gjeta. Siç e thatë edhe ju, është sfidues, por është edhe shumë i bukur. Punosh me brezin e ri, ta edukosh atë, t'i jap dije, kulturë, mbi gjitha muzikë. Muzika të ngro shpirtin, muzika është ajo që e zbut njeriu. Në shkollën tonë, siç e thatë edhe ju, unë mbuloj sektorin e veglave të frymës, ku përfshihet fjati, siç e themi ne, veglat e drunjta dhe instrumentat e tunxhit. Aty edhe bashkë me çdo që unë kam një staf, nuk është vetëm angazhimi im ose puna ime, ne gjithë bashkut mundohemi nga dita në ditë që të kemi rezultate shumë të mira në edukimin e brezit të ri, dhe besoj duket edhe në jetën artistike të Shkodrës, në jetën, pse jo, edhe në jetën artistike të gjithë Shqipërisë, ku vetëm shkodrant përbajnë pjesën më të madhe të orkestrave të ndryshme etj. Një fakt i padiskutueshëm ky. Por tek ju çdo gjë nisi atëherë kur ju morët klarinetën në dorë. Apo si ishte? Klarineta në duart e një 14 vjeçari. Ju e përzgjodhët këtë instrument, kishin një qasje të mëparshme, kishin një ndikim nga dikush? Jo, në familjen time nuk kam pas artist, po si gjithë shkodran dhe me thonë që kur më lidheshin për raste etj, ne na buron këngë, na buron muzika nga shpirti. Dëshira ime e fillimit ishte filharmonik. Duke qenë se baba është emnu dhe ka jetu 22 vite në Peshkopi, u më dha drejta për me konkuru në liceun artistik në Tiranë. Jordan Misja në Tiranë, po. Unë nuk jam brezi i miqve, i shokëve të mi që kanë marru Prend Jakovën, shkollën e muzikës këtu. Dhe atëherë edhe nevojat e shkollë, se dikur ka kënë konkursi që nuk kanë pyet fort çfarë dëshire të ke. Po, e vërtet. Dhe fillova me instrumentin e klarinetës, me të mirënjohur, me profesorin e mirënjohur, pedagogun Fatos Qerimi, që kam pas fatin e nderin të punoj edhe në shkollë të mesme edhe në Akademinë të Arteve.
filloi t'ju pëlqej instrumenti i klarinetës? Ju nuk e menduat se mund të kishi një instrument të tillë, por filluat të kishit qasje, të kishit dëshirë dhe të zbuloni mundësitë tuaja për luajtur sa më mirë në këtë instrument. Ju e dini edhe vetë që pedagogjia dhe psikologjia është një art në veti. Po. Profesor Fatosi arriti deri aty, sa ndoshta edhe atë mos dëshirën time në thojza për instrumentin e klarinetës. Të fillimit. Me ushqej, ma futin gjak në shpirt. Ja di shumë për nerë duhet që kënë jam... qenë vite shumë të suksesshme, megjithëse në një moshë të vogël, 14 vjeç, a? Po të shkosh edhe dhe me thonë nga një ambient familjar, me si një fëmijë i lumtur etj etj, me shku në Tiranë, një qytet Të që se madh, kisha që pak pa kur njohur. 84-shi, në konvikt direkt, me një disiplinë, me çun 6 natës, me studiu. Ka ndërtuar ato vite tek ty? Ka ndërtuar një Ajo- personalitet fort, një Ajo edukim? më ka ba, dhe me thonë, mirë që edhe në shtëpi kena pas në thojza rreshtore për i bap, Po. por edhe dhe Kanë me qenë thonë jeta vjenësia artistike në konvikte kështu të bën me një disiplinë të rregull, po që sot reflektohet te unë se studimi nga mjesi, interesimi i profesorit, i prindve etj bani që të ecja, shkoja në Gjashtë akademi të arteve. Pra duhet të qenë një periudhë mjaft e suksesshme, përderisa ju Ndërsa nuk po. jeni ndalë dhe keni Ja. shku në Akademinë e Arteve, ku keni vazhdu shkollimin e lartë, edhe jeni diplomu atje. Mbaj mend që në 27 vjet kena fituar vetëm 5 vjet. Pra ka keni konkurrent shumë e madhe. Bravo. E ruan si kujtim, si një pikë të fortë të rrugtimit tuaj profesional, Ashtu. apo jo? Dhe kjo ju dha përgjegjësi ende më të mëdha që përsëri të garonit dhe përsëri të sfidonit çdo vështirësi, apo jo? Në vitin 94, mos i mbarova akademinë, fillimisht unë jam emëru shefi sektorit për problemet artistike në ish korpusin e Shkodrës atëherë. Se duke më lidh pak ushtria, Po, aha. ndoli një person aty që ishte në pension, konkurrova, fitova, dhe prej në fillimet e mia vjen me atë angazhimin e madh, satisfaksionin që unë mbarova të realizoj diçka. Kam kriju fanfaren e divizionit të Shkodrës, kam kriju orkestrën me vegla popullore, se duke ardhur nga qyteti i Peshkopis. Duhet përmendi këtu edhe profesor Zefçopën, i cili në shtëpinë e pionierit të Peshkopis, duke qenë edhe si një shkodran, se pak kanë qenë shkodran në atë kohë, Po. ka majtë shumë afër, më ka dhënë edukimin e parë muzikor. Dhe si i tillë, pastaj Sa Nga faqe të angazhova. bukura libri keni shkruar dhe vazhdoni të shkruani, apo jo? Janë gjëra që nuk harrohen, por që kanë rëndësi shumë të madhe në drejtimin dhe në ka formimin e litën një disa personazhi. gjana në jetën tonë që të mesin vërtet, pika që Po ju keni përsëri një vit tjetër që nisët punën në shkollën e muzikës, aty në shkollën artistike Prenjakova, ku jeni prej 32 vitesh si mësimdhënës. do me thënë mas një viti që jam emëruar aty, unë u merrja, shkoja në drejtorinë arsimore, se kisha marrë gjatë tjetër. Po. Ushtria ishte diçka e bukur, unë artin mbuloja edhe aty, po gjithmonë ishte që të futem aty, t'jap ato që di, gjithmonë në edukimin e brezit të ri. Mu ba e mujtun që mas i vitit të emërohem në shkollën e muzikës, ku fillimisht kam filluar me dhënë landën e solfezhit dhe të klarinetës. Dhe ka qenë një nimes e madhe për mua, se ndoshta ato fëmijë që kisha për me dhënë klarinet, aty një jepsha dhe solfezh, Edhe solfezh, teorinë e muzikës. teorinë e muzikës. Dhe kjo nuk ishte pak sfiduese për ju, sepse instrumenti është mësim individual, kurse solfezhi është mësim në klasë, apo jo, me shumë nxënës. Për mua në atë kohë sot mund duket do me thënë sfiduese kështu, po për në atë kohë ishte një kënaqësi e madhe që po filloj. Ju me zi shpritet. Me zi shpritet, do me thënë, edhe ishte kënaqësi e madhe që edhe mi u dhanë solfezh, edhe mi pas në klarinet, dhe gati u bame si një familje e vogël. Kujtoni Por nxënës që
mbeten vërtet të paharruar edhe me ecurinë më pasme. Ka nxënës të cilit unë sa të njihem krenar, sa t'i kam edhe në krah djathtë koleg. Du të përmendni këtu Fadion Tanazin, po që më kam bet, dhe me thanë që mas kalit, viti pari i punës fill, unë kam pas një nxënës me aftësi ndryshe që quhet sot, ai nuk shikon të heq, po shumë i talentuar, nga fshatat e Borrelit, dhe çdo gjë që bani me te, unë ja thoja, ai e përsëritte disa herë, derisa arriti, dhe ka luajtur edhe koncert në mbrojtjen e diplomës. E shoh që jeni emocionuar pak sa. Faleminderit, është. Ruani miqësia ende me të? Po, ai ka shkuar në shkollë të lartë, sot ndodhet në Itali, më merr në telefon, është shumë mirënjohës. Sa gjë e bukur. Është shumë gjë që mbetet në kujtesë dhe nuk shlyhet, sepse një mësues shënon në jetën e një nxënësi dhe në këtë rast është një rast shumë special që t'i dhurosh mbështetjen dhe mirësinë që ky nxënës pavarësisht problemeve që ai ka të mos i ndjej atë mungesën ose hendekun që e lidh me një botë aktive apo jo. Qofse atu na ndjek Roland Shira quhet. Roland, të përshëndesim. Mbetesh i pa harrueshëm në ecurinë tënde dhe të urojmë që të kesh përsëri vazhdimsi të mbar. Të tillë realizime sikur e shumë fishojnë njeriu edhe mësuesin apo jo? Po ndihesh i plotësuar, ndihesh i vlerësuar. Shikon dhe me thanë, kur ke përballë një nxënësin tënd dhe sot është karrierën e tij që ka filluar, po e ndërton. Një është i lumtur se ke vendosi tull ndoshta në formimin e tij, në edukimin e tij. Janë 32 vite që janë punë e vazhdueshme, breza instrumentistësh, aktivitete, orë mësimi, kërkesa, punë e vazhdueshme, me brezin që për nga mosha nuk është fort i kollajt, apo jo. Sidomos ditës sot. Si mund t'i cilësoni me një vështrim panoramik këto 32 vite pune? Të bukura? Të bukura. Një satisfakcion i papamë. Unë ta thash sot në për orkestër, aty ku unë kam jetën time artistike, si në orkestrën frymore, si tek kori polifonik Prengjakova, ose shoqata, si e përfshin korin brenda. Në grupin Karafila që ka Shkodra, unë kam shumë nxënës të mitë që kanë vazhduar klarinet, janë edukuar, kanë marruar akademinë sot Universiteti i Ardheve, dhe sot i kam në krah, i lumtur dhe krenar. Vërtet. Ju jeni përfshirë në 3 landë, në 3 kurikula mësimore. Në mësimin e klarinetës, ku natyrisht është fusha juaj, është drejtimi juaj, në dhënien e teorisë së muzikës dhe solfezhit, por edhe në dhënien e lëndës së folklorit muzikor shqiptar. Madje për klarinetën dhe folklorin, ju me përgatitjen që keni, me aftësinë, me vullnetin rrallë parë, me seriozitetin dhe këmbguljen, keni realizuar dhe tekstet shkollore, keni realizuar 2 botime që janë tekste bazë shkollore për këto lëndë, apo jo? Në shërbim të këtyre fëmijëve, të këtyre kurrikulave të reja. Si shkuat? Po e filloj me librin e klarinetës, është i pari. Duke biseduar me profesorin, unë kam marrë shumë marrëdhënie, koncertet e ndryshme që i bëjmë edhe në Tiranë. Arrim pas tyre, Fatos Qerimin, po. Dhe ja hedh idenë time që për pjesën në klarinet muzikës shqiptare ka shumë deficite. Me thanë, kanë shkruar kompozitor ndryshëm, jemi mundu ne nga një violin që mi transkriptu me i hedh për klarinet, dhe duke studiuar dhe landën e folklorit, do me thanë që shkova në për bibliotekat ndryshme, më dolën pjesë që ndoshta
i kishte Xon Pluhuri i kohës. Eca në 2 drejtime duke mbledh pjesë edhe për klarinetën, edhe për folklorin, për se nuk ka tekst që në vitin 1965 me të mallin Ramadan Sokoli nuk ka pas tekst për shkollat e mesme. Po si e realizosh një organografi që për veglat muzikore, si punë dispenser që e mend edhe unë në lice për vete, ka qenë 65 një libër Morfologjia e folklorit muzikor e Ramadan Sokolit, por edhe ajo nuk ka plotsu kurrikulën mësimore, ka qenë një studim i përgjithshëm mbi tan Shqipnin. Unë në bazë të kurrikuleve të reja që na erdhën në 2016, pastaj që u vendos edhe në 2024, mora temat, u përshtata, dhe si të klarinet se kam marrë nga klasa e 6 që fillon fëmia. Se në kohën tonë edhe ka pas edhe s'ka pas klasë 6. Ka qenë vetëm shkollë e mesme. Me kurrikulet e reja, mas viteve 19 kuptohet, u thellu më shumë që fëmia ta marrë klarinetën nga klasa 6. Jo vetëm klarinetën, por edhe instrumentet të tjerë të frymës. Dhe kam marrë nga fëmia që e vën klarinetën gojë, edhe deri në 80% pjesëve që kam përfshin botimin tim, banë edhe në akademi. Pra fillon hap mas hapi. Po kjo është diçka mrekullueshme. Profesor Fatosi më ka bërë parathanjen. Ishte diçka që zgjatin kohë, ishte një thellim i vazhdueshëm i të gjithë atyre mundësive që t'jep edhe instrumenti, por edhe literatura. Edhe literatura, edhe do me thonë është e ndërtuar në atë mënyrë që edhe pse një fëmijë nuk mund të ketë talentin e një tjetrit, gjen pjesë aty të cilat e përfaqësojnë dhe mund të jetë shumë komod. Sa të interesuar ishin nxënësit për me pas të tilla mundësi thellimi njohurish, qoftë për klarinetën në këtë rast, por edhe për folklorin që është një lanë më gjithëpërfshirëse e artit. Desha të theksoj të lanë e folklorit, mentor kam pas profesorin Vasil Tole, akademikun në fushën e folklorit. Ai ka shumë, do me thënë, botimet tia, studimet tia, dhe unë jam basu tek profesor Sokol Shupo, tek i malli Ramadan Sokoli, si ta thash, profesori Vasil Tole, dhe kam pas edhe mentor, edhe redaktues muzikor, dhe më ka ndihmuar shumë derisa erdhi bani formën e tij, dhe është në shërbim të gjithë shkollave të mesme. Jo çdo mësues mund të bëjë një sipërmarrje të tillë krijuese dhe botuese. Ju e keni ndjerë shumë përgjegjësinë, keni patë që diku çalon dhe keni marrë një iniciativë të tillë apo ja? Si ta thash kur e preka, se unë qysh në kohën time, do me thonë, do të kishte dalë dikush me bë diçka. Profesor Vasa është marrë, po është marrë gjithmonë duke qenë akademik, vetëm në akademi, në universitet, dhe për një 14-15 vjeçar, të cilin duhet një tekst moshor, linear, shkollor, sipas temës, ti përshtatet moshës. Dhe fillova avash duke dhënë edhe vetë, që s'mund t'i jep nxënësit gjithkohë me shënime. Si ja bën pa dishueshme atë land, ja bën të mërzitshme. E vërtet. Kur e pash që u formuan atëherë? Ky botim për folklorin tash është libër bazë në shkollat artistike? E kam dorëzuar në ministri, është miratuar në ministri dhe në ASKAP, dhe vetëm se diçka shumë absurde më duket mu, por ndoshta sistemi i soçëm që nga viti 2016 thonë nuk janë hap konkurse për me konkuru librat muzikor, prandaj dhe unë isha që pse më pritën mu këto me botu, pra pasa pas shumë, po me që i hyra kësaj punë, e kam ba me si një vullnet, si një pasion, si një përmbledhje ndoshta e gjithë mundit e djerës teme për 32 viteve. Dhe du të përmeni këtu në që se më lejoni zotni Berhar Berdicën, që i pati besim të ky projekt, më ndihmoi shumë dhe bani të mujtën që çdo fëmijës në Republikën e Shqipërisë të shkojnë dorë ky libër. Gjeste të tilla ose kontribute të tilla me plot kuptimin e fjalës, duhet të përshëndeten në mënyrë publike, natyrisht. Ndihmon artin, ndihmon kulturën në Shkodër me shumë projekte. Ka qenë në shkollën e muzikës dikur. Po një pasionant, domethënë, që s'u ka lënë me fol hiç. Kur e kam hedh projektin,
Po, edhe pik. E falenderoj shumë. Është një qasje e jashtëzakonshme. Ajo që vetë mësuesi e ndjen, ka përgatitjen e duhur, ka vullnetin e duhur, por ka edhe atë dëshirën që çdo gjë të shkojë tek nxënësi. Kjo është ajo fleta e historisë që shkruhet çdo ditë, që ka emra, fytyra nxënësish, që ka tema të ndryshme, ku mësuesi është aty, ku mësuesi është njeriu më i afërt i shkollës. Natyrisht mund të ketë edhe raste të ndryshme, por kjo është figura e mësuesit. Ju, siç thash edhe në fillim, jeni pandar nga instrumenti, por dhe nga veprimtaritë kulturore. Në shkollën e muzikës, por edhe jashtë këtij institucioni. Aktivitete me formacione të ndryshme, siç është Kuarteti Pasion, siç është orkestra frymore e Shkodrës, banda e Shkodrës, po e quajmë kështu, është orkestër frymore në fakt. Por edhe formacionet vokale do të ndalemi pak më vonë, sepse unë edhe kur flitni ju dalloj timbrin e zanit e keni bas profondo, që do të thotë edhe pasion për zanin, për me këndu, apo ja. Janë përsëri paralele të tjera në jetën artistike, apo ja. Unë ta thash instrumenti dhe zani, instrumenti tjetër. Po ta veni re se po marr diçka tjetër, pastaj po i përgjigjem pyetjes. Çdo keni shku në një angazhim, gëzim familjar në një darse. Qofse vjen re gjithmonë klarinetisti, edhe pse i bjen gjithmonë shoqëron këngëtarin me një zan dy, me tercen që i themi ne. Edhe kështu që nuk ma mërmendja se ka një instrumentist, klarinetist për këtë që po flasim, që nuk mundet me kënu diçka. Kjo gjë e mrekullueshme. Pra, siç duket vetë këto pjesëmarrje në gëzime të ndryshme ju ka nxit dhe ju ka hapur përsëri një horizont tjetër artistik, siç është vokali, apo jo? Siç ta thash, kur fillova me punu në shkollën e muzikës, me dhanë landën e solfezhit, shef të departamentit, si që jam unë për instrumentin e frymsët, instrumentet e fryms, kisha profesor Gjon Shllakun, që e përshëndesim nga ky studio. Dhe duke ndajme duke hell ide, ai kishte gjithmonë atë angazhimin për formimin e një kori, duke i dhënë edhe titullin e të mirënjohurit, emrin e të mirënjohurit, Nderi i Kombit, Preng Jakova. Kështu emri i Preng Jakovës është iskalitur dy herë në aktivitetin tuaj, shkolla dhe shoqata edhe kori. Ku përfshihet edhe kori polifonik Preng Jakova. Dhe ndoshta duket e çuditshme sot kush na dëgjon, por është formu kori midis plumave në vitin 97, qofse tjerët ishin me armë dorë, angazhime që nuk i shërbenin, ne midis plumave kena formu korin Preng Jakova me aktivitetet ndryshme. Faleminderit gjithë prindve që na besuan, se duke qenë se ato fëmijë kishim edhe në shkollë. Shkodra e vërtet. Është shumë e vërtet, është. Mja thonë dikuj, thotë që ka mundësi që një prind me ta pru në orën 5 mas ditës, midis plumave, midis asaj rrëmuje, fëmin me punu, është. Por është e vërtet, pra. Dhe kemi 30 vite që punojmë gjithë bashkë, angazhohemi, kena marrë çmime kombëtare, çmime ndërkombëtare. Kjo është diçka mbreslënse. Por ta dini, është si një familje. Ne me gjithë ato që punojmë aty, kemi hyrje dalje familjare, jeni si një familje vogël që kjo na ban edhe që ta kena me pasion, ta kena me se s'ma mërmend një artist mund vinë këtu dhe thënë unë jam bara hat me art. Ja. Është pasioni, por të njihesh mirë shpirtërisht duke bë art, i cili
Edhe ai në vetvete është sfidues sepse nuk është e thjeshtë të interpretosh me cilësi dhe të përgatitesh një formacion koral polifonik me pjesë të ndryshme, është vërtet një punë shumë serioze, angazhim, përkushtim, seriozitet. Polifonia do edhe një vesh absolut, se shumica e pjesëve mbi 90%, ose me thënë më shumë janë pa shoqënim. A capella, si po. Dhe kjo është rrugë e bukur prej 30 vitesh në këtë kori polifonik i cili tashmë është i mirënjohur. Provat dhe shfaqjet me orkestrën frymore natyrisht janë në festivale të ndryshme apo në raste të ndryshme, po gjithmonë aty në angazhimet e qytetit, me thënë që është baza, edhe festivale, konkurrime të ndryshme. Ne kena arritur që me marrë dhe çmimin e parë në 36 shtete në Giulianova të Italisë, në atë kohë me të ndjerin profesor Gujti Malia që drejtonte orkestrën frymore. Bile kishim një udhëta çmimi i tretë, se ne po priqim, do me thënë që në 36 shtete është e vështirë që të kesh. Udhëta çmimi i tretë, thame. Udhëta i dytë atëherë gjithë shumë kur ka thënë Albania çmimi i parë. Janë gjëra të paharrueshme. Ashtu është. Edhe vetë kjo, do me thënë, pjesëmarrja jonë e instrumentistëve të ndryshme dhe kolegëve të mi në orkestrën frymore, duke pa që çfarë mund të bëjmë diçka të bukur, lindi ideja e formimit të kuartetit të klarinetave brenda kësaj strukture, i cili, siç ta thash, pasioni na më ngjall në i vu me emrin Pasion. Ku gjej rastin të përshëndes profesor Namik Jahen, Indrit Kodrelin, pjesëtarët e ty në Agrën Regjen. Respekt shumë i madh. Ku kemi dhënë 6 koncerte recitale dhe plus angazhime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Kjo është një veprimtari që ndjehet në shpirt më së shumti, por që bulon me kontribut shumë serioz. Nuk është vetëm kjo. Ju, përveç se mësues, drejtues i sektorit, përveç se mësimdhënës në 3 kurikula të ndryshme, përveç se kontribues me botimet tuaja dhe pjesëmarrës në korin Prenjakova apo në orkestrën frymore apo edhe në kuartetin, shpeshherë ju shohim edhe si pjesëmarrës në koordinimin e veprimtarive të ndryshme kulturore në Shkodër dhe konsulent artistik. Çfarë hapësire ju jep dhe si jeni perfeksionuar pikërisht për të koordinuar veprimtaritë artistike që jepen në skenën e teatrit Migjeni apo diku tjetër. Ja së fundmi ishi tek festivali i muzikës moderne, por jo vetëm. Duke qenë se edhe galan e fundvitit në Normandjen disa herë ka marrë përsipër shoqata Prenjakova, siç ta thash, ku është i përfshirë edhe kori, duke qenë pjesëtar aty, por edhe festivalin e muzikës moderne që po bëhet një patentë e cila them që do t'i mbesin Shkodrës. Një mesa jeme ka qenë gjithmonë pa kufi, Faleminderit shokëve që më kanë vlerësuar, më kanë besuar. Është një angazhim që kërkon përkushtim, kërkon seriozitet. Nëse dikush tjetër merret me muzikën, me këngëtarët e tjerë, them se puna e koordinatorit nuk duket është si ajo e punëtorëve të skencë, nuk duket kurrë, por që hallk mas hallket ndërtohet një gjë e bukur, e cila ka cilësinë edhe vlerën në fund. Merrem si koordinator me partiturat, me angazhimet kur vinë grupet, jo akomodimin e tyre, e tjerë. Është një punë e bukur që e bëj me pasion. Dhe faleminderit shokëve për besimin. Në çdo hap ju keni gjetur të bukurën e asaj që prodhon diçka frymëzuese. Përndryshe nuk do ta vazhdonit. Prandaj në të gjitha këto hapësira që zhvillohen paralelisht dhe që her pas here i lën vendin njëra tjetrës për të dominuar
herë njëra herë tjetra, s'keni bërë gjë tjetër veç se keni shpreh shpirtin, mundësinë, dëshirën tuaj apo jo? Po të faleminderit duke ka një shpirt artisti, të them se Arti ndërton. Familja ju ka mbështetur, ju ka kuptuar në këtë rast apo mbaron një si përmarrje artistike po e quajmë, fillon një tjetër. Po si, ë? A po ka? mos të ishte mbështetja aty në Bilun tek një libër e kam theksuar aty që ja kushtoj familjes teme për gjithë mundin, sakrificën, mbështetjen e tyre Familja është baza. në bazë është. Nga ajo ku nisemi çdo mëngjes, Duhet me të kuptu. Një edhe artist duhet me kthehemi kuptu në familjes. mbrëmje. Pa atë Njerëz të tillë unë jam shumë e kënaqur ose e lumtur që takoj, duken gjithmonë të heshtur. Bëjnë punën e tyre me plot përkushtim dhe ndjejnë kënaqësinë e shpirtit kur mbërrin diçka. A ka gjë më të bukur që t'i gëzohesh djersës, mundit, përkushtimit dhe çdo gjëje që komunikon me njerëzit. Mësuesia dhe arti tek Agron Grami. Është diçka frymëzuese, diçka e bukur, diçka që ushqen shpirtin, por që edhe kulmon me këto produkte të bukura artistike, që shpesh herë na vijnë vetvetjut, shpesh herë i kërkojmë dhe i gjejmë, por gjithsesi jetojnë me ne. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq interesante, por edhe njohëse, duke shprehur kështu respektin tim, por edhe respektin e atyre që na ndjekin në këto momente. Unë ju uroj vetëm mbarësi në këto rrugtime të bukura artistike, që besoj nuk keni thënë ndonjëherë u lodha. faleminderit. Faleminderit ju dhe mbarësi gjithmonë.